Babagjush u lodhe? Mësova shqip me gjitha. Po si je? Mirë jam, uroj që dhe ju të keni qenë mirë dhe uroj të jeni dhe në vazhdimsi mirë. Mendon që jemi sjell mirë ne? Po patjetër. Shiko, kush punon ndershëm dhe kush e nxjerr bukën e gojës me dinjitet edhe me punë, besoj se sjell shumë mirë. E vërtetë është. Ne të falenderojmë që na ke ardhur, nuk e di sa të tjerëve u ke shkuar kështu nëpër studio apo nëpër tavolina kafe. Vetëm këtu e kam studion në përfaqësues. Do vemi më vonë te ato të tjerët. Do bëjmë gjëra. Tani të futem nga dera apo nga Oxhaku, se ne kemi as Oxhak këtu. Këto apartamentet e reja nuk kanë nga Oxhaku, po hyra nga penxheria. Nga penxheria. Po. Ska dhe cigare në balkon, edhe u futa. Ama besoj këshilla Babagjushit është mos pini cigare. Po sigurisht. Se ndryshe s'ka dhurata. Po që Babagjushi në vetvete rrezaton shëndet të mirë. Po, mirëqenie, dashuri, ngrohtësi, njerëzillik. Po. Që ka filluar të mungojë çik. Po me që ishim tek shëndeti mirë, sa vjeç tu bën tani? Që s'mahen në mënd, po 365 ditë, po zërë se janë shekuj. Ja, gjithsesi unë dhe të them që dhe të thosha që iku çerek shekulli i parë i shekullit 21 dhe i mijëvjeçarit të tretë. Po, shumë e vërtet, jemi në mijëvjeçarin e tretë. Jemi në mijëvjeçarin e tretë. Dhe iku çerek shekulli i parë. O Babagjush, mendojnë që jemi me fat që po jetojmë në mijëvjeçarin e tretë me gjitha këto zhvillimet që ti bret gjithë botën edhe i shen në fakt. Po unë besoj se çdo kohë, çdo brez ka bukurinë e vet, vështirësitë e veta. Çdo epokë ka të bukurat, të këqijat, siç është natyra njerëzore, siç është natyra në përgjithësi e bërë, e gatuar. Çdo epokë ka. Meqense lëviz në vendet, në hapësirë dhe në kohë, e takon shumë njerëz. Tani ndihesh më shumë pjesë e kohës apo ndihesh jashtë saj që i sheh, po themi gjërat nga lart, nga sipër? Po normalisht i bie që Babagjushi i shikoj gjërat nga lart, nuk përfshihet për ditë në jetën. Jo, sigurisht. Dhe prandaj dhe më pëlqeu ajo që tha Viola, që në fund të vitit secili nga ne instinktivisht, dashje pa dashje, fillon bën atë, po themi, rezumen e vitit. Për të parë sa ka hesur, është natyrshme kjo. Dhe normalisht pa dashje, ndoshta edhe me dashje, krijon pritshmëritë për vitin e ri. Prandaj është cikli i bukur i vitit. Po shiko, po. Të themi edhe një gjë që është shumë e bukur në vetvete, pavarësisht se pak njerëz e njohim, cikli i vitit dikur në shekullin e 8-7 para Krishtit, shekullin e 8 para, ka qenë 10 muaj. Po. Nuk ka qenë 12 si e kemi ne tani, ka qenë 10 muaj dhe ka të bëj me pjellorin. Prandaj dhe muaji i fundit quhet dhjetor. Nuk quhet 12. Po, dhe ka të bëj me mbarsjen e femrës, fekondimin, pra në një lloj mënyre lindjen e jetës, ngjizjen e jetës, lindje, kur ngjizet fillon rritet. Është 9 muajsh i shtatzanis dhe 3 javësh i famshëm i fertilitetit mbas lindjes, kur femra nuk mund të mbetet shtatzan. Mbas i lind 3 javë. Është 10 muaj. Pastaj Numa Pompilio, mbreti i dytë i Romës, e bëri me 12 muaj. Dhe është ky kalendar që kemi sot, ka ndërhyr pak Jul Cezari që e bëri korrikun me 31 për nder të vetes. Për nder të vetes sepse ishte muaji i tij. E vërtet. Jul. Dhe dhe gushti ishte Augustus, Octavian Augusti. Dhe mbaroi me dhjetorin, tetor, nëntor, dhjetor. Babagjushi është shumë i lashtë. Po Babagjushi ka udhëtuar dhe shiko, ndër vite, kështu që na sjell dhe informacion. E di çfarë më pëlqen ti Babagjush, për me që jemi në ditën e ndrimit të viteve. Se në kulturën e krishterë të Evropës perëndimore, të Amerikës dhe kudo tjetër ku është krishtërimi, Babagjushi quhet Babagjushi i Krishtlindjeve. Por sipas traditës pagane, 25 dhjetori nuk ishte Krishtlindje, ishte viti i ri, kështu që ti je shumë i saktë që ke ardhur për vit të ri në fakt. Sepse të gjitha edhe monoteizmi, fetë e reja mono, që kanë një perëndi, Jezu Krishti, Muhameti, të gjitha çka kanë marrë nga më përpara, nga paganizmi. Patjetër, po. Unë mendoj që Babagjushi erdhi tani o egon se u anullua fluturimi dhe mbeti në. Pse po Babagjushi s'vjen me avion, fluturon me karrocë. Ka drerët e vet magjik. Rudolfi. Ashtu. Rudolfi kishte një problem. Ka dhe elfët. Ka dhe elfët e bukur. Ka ndru gomat Rudolfi? Një Rudolfi. Dhe është shumë e bukur e gjitha. Tani, që
Se zakonisht pyesin po si është babagjyshi vërtet, a ka kostumin e kuq apo jeshil, kam dëgjuar unë, ka dilema që lidhen me kostumin për shembull. Nuk është dilem, ka kostumin e kuq. Të bardhë. Po pse kam dëgjuar që kostumin e kuq ja kthyen për marketing ashtu, se u interesante. Jo, nuk besoj se është kjo. Shiko, pastaj mund të gjesh shpjegime dhe hamendësime sa të duash, por mendoj se është ngjyra e dashurisë e kuqja. Dhe e bardha që është ngjyra e pastërtisë. Dhe prandaj është një kombinim shumë i bukur, sepse edhe ngjyrat kanë simbolikën e tyre, kanë domethënien e tyre. Dhe shumë e bukur ngjyra e dashurisë. Babagjyshi shpërndan dashuri, shpërndan lodra për fëmijë, jep gas, jep hare, jep një natë të gëzuar në familje që s'ka gjë më të bukur. E vërtetë. Se sa një natë e bukur në familje ku festohet ndrimi i viteve, kur e vjetra babagjyshi i lë vendin të rijut. Viti të ri që është akoma fëmijë. Sa të mbarojmë te Përsheshi do shkoj direkt. Mbarojmë regjistrimin. Edhe unë mbaroj. Përsheshin. Apo që ka babagjysh shqiptar, mor? Se çdo kom ka babagjysh të vet. Përshtatet, sipas kokës festën them. Nordikët, babagjysh nordik pin birr, babagjysh shqiptar pin raki. Sipas venit dhe ku veni. Ku të shikoj. O babagjysh një pyetje se jam shumë kurioze. Mjekra ka qenë gjithmonë e bardhë? Jo, një mjekra del gjatë vitit dhe bëhet po e bardhë gjatë vitit. Për kur vjen viti i ri, është një fëmijë i bukur i shëndetshëm pa mjekër. Me faqka që i shkëlqejnë, pastaj me kalimin e ditëve ai fillon dhe merr moshën e babagjyshit dhe i zbardhen edhe leshërat. Ti dikur ke qenë një person që ke ndihmuar shumë njerëz. Po. E ke bër me shumë, jo vetëm me shumë vërtetësi dhe sinqeritet, po edhe me shumë dashuri edhe me pasion, me zemër, po themi. Po pastaj u bëre mit një moment. Nuk e di, u lodhe nga njerëzit atëre. Jo, njerëzit të bëjnë mit. Në fund fare njerëzit të bëjnë mit. Mitin e ngre vetë njeriu. Po pse të mos e meritoj? Në fund fare bën mirësira. Po. Në fund fare, babagjyshi ka lindur nga Shën Nikolla, sepse çdo gjë ka një zhvillim të vetin. Siç ka jeta e njeriut, kanë edhe mitet, edhe festat kanë një zhvillim të tyre, ka lindur që ka qenë një shenjtë. Një shenjtë. Ka qenë një prift shumë i mirë, i cili bënte bamirësi në shekullin e 3. Mbas Krishtit. Dhe ashtu si Jezu Krishti u bë shenjtë sepse ai bënte të mira njerëzve pa kërkuar asgjë në këmbim. Nuk e trompetonte të mirën që bënte, thjesht e bënte dhe kjo është shumë njerëzore. Kjo është njerëzilliku i mirë, kur unë nuk të ndihmoj që sepse të ma dish ti nesër, thjesht të ndihmoj dhe kaq. Po pastaj, a filluan të kishin pritshmëri njerëzit se ndihmoj një ditë, e ndihmoj 2 ditë, e në 3 ditë e pastaj po u bëre mit, patjetër që kanë pritshmëri, sepse në fund fare, unë sapo e thash, mitin e bëjnë njerëzit. Dhe miti ka dhe një gjë shumë të bukur, që i merr të gjitha përsipër vet. Si i merr përsipër vet? Të gjitha gjërat ja fokusojnë mitit, sepse ai është miti. Është si puna e Zotit, që Zoti është i gjithë pushtetshëm, Zoti bën të mira, Zoti i bën të gjitha. Megjithatë ty deri tani vetëm gjëra të mira të kanë. Po vetëm gjëra të mira, se çdo bësh një vit të tërë, po të bësh këqija i bie që të vishë me zeza pastaj. Po atë kanë lodhur pritshmëritë që kanë ndaj teje njerëzit zakonisht. Apo vazhdon të jesh po aq i dashur me atë zemrën e madhe si. Zemra e madhe është gjithmonë për njerëzit. Edhe kur njerëzit gabojnë, edhe kur njerëzit bëjnë të liga, prap ata duhen dashur. Pa dashuri njeriu nuk ka ku shkon. Edhe kur gabon. Pa dashuri njeriu nuk ka ku shkon. Njerëzit janë qenie që janë krijuar për të dashur. Për të dashuruar çdo gjë që i rrethon. Natyrën, fëmijën, nënën, babën, mikun, shokun, bashkëshorten, gjërat që kanë për rreth tyre. Megjithatë duket se punën, profesionin. Në 365 ditë vitit nuk është se bëjmë vetëm këtë gjë në fakt. Patjetër, sepse harrojmë shumë shpesh dashurinë. Patjetër, sepse njeriu është një univers i madh, çdo njeri prej nesh është një univers më vete, por nuk është perfekt, sepse perfeksioni, ta themi cop, nuk ekziston. Ka gjithmonë babagjyshi, ka gjithmonë vend për të përmirësuar diçka. Dhe ky përmirësim nuk mbaron kurrë, me thon drejtën. Se po të mbaronte, atëherë çfarë do bënte njeriu? Çfarë kuptimi do kishte edhe ti? Po. Ço do bëja unë? Do rria me elfët atje. Me Rudolfin. Dikur elfët përgatisnin dhuratat duke gdhëndur drurin. Edhe fëmijët me zor prisnin edhe kënaqeshin. Që merrnin dhuratat. Po. Po sot, kënaqen më me dhuratat drurit fëmijët? Jo, sepse tani elfët kanë fabrika.
Bashkë me zhvillimin e teknologjisë. Është bërë me thjesht për ndarja. Edhe pritshmëritë e fëmijëve janë më të mëdha, se është zhvilluar teknologjia dhe shumë mirë që është zhvilluar. I duan lodra tani, lodra smart. Çfarë mendon baba gjyshi për këtë? Që lodrat i shëndetësojnë fëmijët, por varet edhe nga lodra. Për shembull, unë nuk mendoj se shpatat edhe koburet i shëndetësojnë fëmijët, kurse lodrat inteligjente po. Patjetër që po. Ato duhen, edhe janë pjesë e epokës. Janë patjetër, çdo gjë është e nevojshme në jetë. Çdo gjë. Por është baba gjysh modern kur them unë. Patjetër. Po patjetër tash, të lutem. Modernizohen dhe baba gjyshët. Për shembull tani nuk ka moslit, kanë Ferrari. Çan ngjyra? E kuqe pra. Po e kuqe pra. Se më shkon me kostumin. Më shkon me Të ka ndaluar ndonjëherë policia? Jo, se nuk më shohin. Plus si policia ka me vënë gjoba qytetarëve. Jo baba gjyshi. Jo baba gjyshi. Baba gjyshi se shohin fare se kalon, nuk parkon. Po parkove, dang polici mbrapa. Unë pash një kopje tënde në Amerikë, e kishte ndaluar policia se kishte kaluar shpejtësinë. Po, ca shokët e mi po prap në Amerikë dhe i ka rrahur policia. Se ka qenë me nerva. Megjithatë, baba gjyshi nuk ja merr për keq policisë. Absolutisht. Po ç'ti marrësh për keq? Merja për të keq sa duash. Se mendon që e gomës ai. Jo, po mendon edhe këtë që tani gjithë të tjerët festojnë, këta janë në krye të detyrës. Para dhe baba gjyshi fal. Po. Për fal dhurata fëmijëve, por jo vetëm dhurata, fal edhe mëkate. Sepse në fund fare baba gjyshi është shenjtë. E vërtetë është. Dhe emri që ka marrë tani Santa Claus, siç e thamë, zhvilluar e ka marrë në shekullin e 19 dhe e ka marrë kryesisht nga nordikët, nga që ata kanë ato pyetje mrekullueshme të ftohta, e vërtetë është, që kanë mistikën e tyre. Mendohet se baba gjyshi jeton atje gjatë vitit dhe përgatit lodrat e tjerë, po është një figurë e shenjtëruar nga vetë njeriu. E vërtetë. Çfarë mendon se i bën njerëzit ose të paktën fëmijët që përtej skepticizmit për figurën e babagjyshit, prapë vazhdojnë të shkruajnë letra? Sepse fëmia është shumë i sinqert. Dhe ai sinqeriteti, domethënë ta themi kështu, është i padjallëzuar. Dhe fëmia kur beson. Po ti shikoni fëmijët kur luajnë, ata e besojnë atë që luajnë. Edhe kur luajnë luftash, e besojnë që po luftojnë, në fakt e dinë dhe vetë që është lodër. Dhe duke qenë të tillë, fëmijët janë të prirur nga natyra të besojnë sidomos te mirësia. Sidomos ai që udhëron diçka, që udhëron jo vetëm një lodër, po udhëron dhe buzëqeshje, udhëron dhe pritshmërinë që kur do vi. Do të besoj që edhe ato lodrat aty i vë baba gjyshi, babi me peshqir te koka kështu. Në vërtetë. Pra, është në natyrën e fëmijës, po dhe të njeriut, se në fund fare dhe ne të rriturit, sa do të rritemi, të piqemi, të arsimohemi, prap diçka prej fëmijë na mbetet. Gjithmonë na mbetet diçka. Dhe vetë cikli i fëmijës, i njeriut është kur plaket, themi fillon bëhet si fëmijë. Dhe babagjysh me qira fjala, siç e sheh edhe studio, është arreduar me shumë, po themi kështu, lodra, sepse në fakt edhe jeta e të rriturit është një lojë e madhe. Mund të themi që është një lojë e madhe. Ose është pjesë e një mekanizmi të një loje të madhe. Çdo njëri nga ne, në kuptimin e mirë të fjalës, luan një rol në jetë, jo rol teatri, por luan një rol konkret në jetë. Po se dia duhet ta marrim seriozisht, apo jo? Një punë që duhet ta marrë seriozisht, pa hequr mënjan edhe kënaqësinë edhe gallatën, pse jo? Por duhet bërë me dashuri. Një punë që të pëlqen. Nëse se do mos e bëj fare. Eksakt. Dhe puna e bërë me dashuri është gjithmonë sjell frutë të mira. Kurse një punë e bërë me sforcim mund ta bësh shumë mirë, por prap nuk të jep atë kënaqësinë e madhe. Që të jep puna që e bën me kënaqësi. Babagjysh, mua më pëlqen shumë që ti diskutoj me ty këto realitetet e kohëve të sotme. Po qëndron dhe nesër babagjyshi për 1 janar, nuk ikën. Po jo më, nga na di unë. Po më mani peng tani. Ne nuk do rëmbejmë Santën? Ashtu. Mos e bëni si Grinchi që rëmbeu Krishtlindjen tani. Se pastaj do dalin edhe do thonë që bëhen dhe filma për këtë gjë. Po bëhen dhe filma Grinchi. Po. Dhe fjala e vitit 2025, një nga më të përdorurat ishte lodhja. Del kampione e 2025-ës. Pse janë kaq lodhur njerëzit? Shumë e vërtet kjo babagjysh, edhe unë ndihem shumë i lodhur në fund. Sepse jeta moderne ka dhe ca kosto për njeriu. Ai nxitimi pafund për të arrirë gjithçka
në fund fare bëhet I lodhshëm, sepse nuk të lë kohë të pushosh, je gjithkohës me vrap për të bërë gjërat që janë të domosdoshme, dhe normalisht ajo ka dhe kostot e veta. Jeta në qendra të mëdha, qytete të mëdha, ka dhe ajo koston e vet. Duke filluar që nga trafiku, po them. Që gjithë qytetet e mëdha e vuan kush më shumë e kush më pak. Pra, edhe ky zhvillimi I madh, ky vrapimi I madh drejt zhvillimit, që është I mirë në vetvete, absolutisht nuk jam kundër, por që për mendimin tim duhet ngadalësuar nga pak, në një lloj mënyre hyn në sistemin ton të jetës, dhe ajo domosdoshmë njeriu e lodh, se njeriu nuk është kompjuter, është qenie njerëzore, me mish, me gjak dhe me nerva. Baba Gjysh, ti ke sa shumë ke jetuar ti, që nga shekulli I tretë. Që kur është krijuar botë. Që kur është krijuar botë. E sa shumë ke parë, e sa njerëz ke takuar. Kështu që më mirë se ty unë s'kam këtë pyes për natyrën njerëzore. Çfarë të lodh më shumë tek gjithë njerëzit që ke takuar, indiferenca apo padrejtësia? Padrejtësia është më e para. Shiko, drejta mbas të drejtës për jetën, ka ca të drejta njeriu. Që janë të drejtat e njeriut. Që është e para e drejta e jetës. Ti ke të drejtën për të jetuar mos të vrasë njeri. E dyta që vjen direkt është e drejta e drejtës, e drejtësisë. E drejta e drejtësisë. Dhe prandaj gjëja më e gabuar që mund të bëjë njeriu është të mos japi drejtësi, të mos jeti I drejtë. Sepse po I morë të drejtën tjetrit, të drejtën e vërtetë, nuk po flasim për atë falsës së të manipuluar, po flasim për të drejtën e vërtetë, I ke marrë jetën. Metaforikisht. Por shpeshherë ndodh edhe fizikisht. Po edhe një jetë pa drejtësi fundjet çka kuptimi ka? Ti jetosh thjesht biologjikisht. Eksakt. Të hash edhe të pish. Nuk është ky qëllimi. Jeta ka më shumë se kaq. Aty në vegjetim pastaj. Po ti jetosh vetëm për të ngrënë, për të pirë, për të veshur dhe për të qiftëzuar. Po. Aty je në vegjetim. Mund të bënd edhe rim kjo, po nuk e bëm. Okej. Aty je në vegjetim. Pra je një qenie biologjike dhe kaq. Por jo, ne jemi një qenie biologjike inteligjente. Që kemi dhe kërkesa, absolutisht, dhe objektiv, dhe synime të tjera, të cilat pa të drejtën, madje ky është thelbi, në fakt. Dhe pa të drejtën, këto nuk do të funksiononin. Absolutisht jo. Se unë I hoqa kufjet për një moment, sepse mendoj të aplikoj për elfe dhe po përpiqem të bëj paraqitjen time më të mirë me këtë kapuçin. Mirë ke se kostum jeshil, se elfët kanë kostum jeshil. Pse s'më the të cilja mos ta prish uniforma tani. Bluzën kapuçin kështu e kanë, apo jo? Jo, të cilja bluzën që kisha vesh herën e kaluar 25 dhjetor, e mban mend? Po. Bluzën jeshile. Baba Gjysh, cilët janë 3 filmat ku e sheh më bukur të prezantuar veten? Po të gjithë filmat Baba Gjyshin e prezantojnë mirë. Të gjithë filmat e prezantojnë, se Baba Gjysh është I mirë. Baba Gjysh I gjithmonë I prezantuar mirë. Po kë shet çdo fund vit? Cilin zgjedh? Po për shembull, është njëri që është film me kartona që flet pikërisht për Baba Gjyshin, për mënyrën se si nuk besoj, është pak I vjetër, kështu që nuk besoj po unë mbaj mend. Jo nga fëmijëria, por kur isha arritur pak, që ishte pikërisht historia e Baba Gjyshit, e bër film artistik me kartona që ishte shumë e bukur, shumë e ndjer, shumë njerëzore, dhe Baba Gjyshi ishte një njeri I shenjt, po një njeri në fund fare, dhe kjo është e bukura. Kjo ishte e bukura e filmit. Cila është gjëja më e rëndësishme që historia nuk e di për Baba Gjyshin, ose të paktën nuk e pranon? Ose Baba Gjyshi s'na e thot? Nuk është se nuk e pranon. Shiko, e vërteta e Baba Gjyshve, e thash edhe pak përpara, është pak a shumë si zhvillohen, si zhvillohet dhe njeriu. Ishte Shën Nikola, I cili bënte këto mirësit, ai u bë shenjt, nga shenjt pastaj hyri në kulturën, se ka qenë në Turqi. Po, do me thënë, aty ka jetuar, në pjesën e Bizantit, në pjesën e Romës lindore, që kishte në qendër Konstantinopolën. Pastaj filloi të hynte në kulturën europiane, pra doli nga Azia, si kufi kontinental, po themi, dhe hyri në Europë, avash derisa mbriti tek forma që ka sot Santa Clausi në vendet nordike, që është shekulli 19. Sepse, e tham, festat dhe festimet kanë dhe atë rrugtimin e tyre, që nga primitiviteti e deri tani O Baba Gjysh, me qenë se po se ti je shumë I lartë, si 1700 vjeçar, ka pas një vit të vështirë në këto 1700 vjet që je ndjeri pa fuqishëm? Mund të ketë pasur shumë, po. Sidomos luftrat botërore.
Po, në fakt po, me të drejtë ashtu është. Kur çmenduria njerëzore nuk mendon për gjë tjetër vetëm se për të shkatruar jetë njerëzish. Me miliona e miliona. Dhe njerëzit në përgjithësi bashkë me bukurinë e tyre shpirtërore, një pjesë e tyre kanë edhe këtë manin e gabuar për të dominuar botën dhe këtë të arrijnë nëpërmjet mjeteve të dhunshme. Kjo është një nga defektet kryesore të racës njerëzore. Jo të gjithë racës njerëzore, sigurisht që jo, por disa elementeve njerëzore që për egon e tyre kanë përbosh të shkatrojnë gjithë botën. Nuk po bëj emra, por besoj kemi dim, të cilit i kanë kushtuar racës njerëzore të merre pafund dhe jetë të humbura njerëzish pafund kot. Shiko, unë për iluzione edhe jo për qëllime të mira. E kuptoj që ti je shumë i zhgënjur, po themi, në këto kohë dhe në këto kohë që the, apo edhe në vitet e tjera të vështira, se plot ka për hir të së vërtetës. Dhe njerëzit kanë zhgënjur shumë, sidomos në këto kohë. Po unë doja të të pyesja, ti kur zhgënjehesh ka njerëzit, ç'a bën? Largohesh prej tyre, izolohesh, nuk do më të kesh të bësh? Jo, apo përpiqesh pjesën tjetër të vitit. Përpiqem t'i bëj më të mirë. Si, duke dhuruar dashuri.